Mbeturinat ne kemi pas për fat të keq për aspekt politik, pra në çështje politike kemi pas bllokada e sabotazhe në mbledhjen e mbeturinave. Tash kemi kriju një koalicion të gjerë në Asamblenë e Kryeqytetit dhe kemi shumicën në asamble, kështu që mundemi edhe kemi fillu me marrë vendime që me zgjidh këtë problem një herë për gjithmonë, problemin e mbeturinave, edhe sot ki një gjendje dukshëm më të mirë se sa që ke pas ndoshta para një viti, kur edhe kemi qenë të bllokum e të sabotum, derisa sot, bile dje ishte një lajm prej nivelit qendror, prej ministrës, tha më në fund po e hapim deponinë e veturinave edhe për qytetarët. Domethënë që në një farë mënyre ata e kanë pas përgjegjësinë gjatë gjithë kohës që ajo tjetë e hapun për qytetarë, po ja që dje, pas 5-6 viteve qeverisje, kanë hapur qytetarë, derisa ne si kryeqytet kemi qenë bllokuar për çështjes në këtë deponi, derisa edhe na kanë xhobitë që kemi hap ne zona të tjera për me i mundësu qytetarëve për me i hudhë këto mbeturina, po them këtu është një betejë edhe politike për fat të keq, po tash që kemi shumicën nuk kam asnjë dyshim që kjo do të zgjidhet një herë për gjithmonë, derisa po them tash vetëm dukshëm e ke qytetin shumë ma pastërt, kur hec rrugëve nuk sheh papastërti sot ose sheh shumë më pak se sa që ke pa para një